Këtë ditë ngrohta plazhi i Durrësit është populluar me motor të Bregdetit të gjitha moshave, por bregu është i mbushur me rërë migrante që nuk është një lloj me rërën autoktone të plazhit durrësak, dhe pushuesit nuk e pëlqejnë këtë gjendje që ka. Nga pamjet që përcjellin duken grumujt e rërës që kanë kufizuar lëvizjet normale të pushuesve, dhe fëmijët që nuk mund të kenë më lëvizshmërinë e dëkurshme. Sipas informacioneve, kjo rërë është grumbulluar për të realizuar fazën e dytë të rikonstruksionit të shëndetores bregdetare, si një investim i rëndësishëm për t'i dhënë kësaj zone një pamje të re, moderne dhe tërheqëse për qytetarët dhe turistët. Aktualisht rëra ka pushuar plazhin dhe grumujt e saj janë shqetësuese. Një pushuese duke u nisur nga fakti që plazhi ka patur gjithnjë rërën e tij, thotë se kjo rërë në plazh është e panevojshme. Nuk më duket e domosdoshme pse do të jetë rëra. Se di, kjo rëra aty nëse do hapet, mbase, po të hapet. Se di çfarë rëresh. Projekti përfshin një shtrirje prej rreth 3.2 kilometrash. Parashikohet, sikurse është premtuar, që deri në fillim të sezonit të verës do të ketë mbaruar projekti.